Në kuadër të 23 prillit, ditës botërore të librit dhe të drejtës së autorit, Departamenti i Gjuhës dhe Letërsisë solli në Universitetin Fanoli të Korçës fituesin e çmimit Tregim roman Nexhip Fazil 2025, shkrimtarin turk Tarik Tufan. Ai ka kryer një bashkëbisedim me studentët rreth letërsisë, por edhe rreth disa prej romaneve të tij. Unë jam në Korçë për të folur pak për letërsinë dhe kjo më lumturon shumë. Edhe nëse letërsia është në gjuhë të ndryshme, ajo ka diçka të përbashkët që i bashkon të gjithë. Sidomos në kohën e sotme kaotike dhe të rumujës, mendoj se letërsia mund të na japë një zgjidhje dhe një rrugdalje. Ndaj kam ardhur këtu që të bisedoj me miqtë e universitetit dhe të prekim disa aspekte të letërsisë. Tufan ka botuar në Turqi 12 romane të tij, ndërsa një pjesë e tyre janë përkthyer edhe në gjuhën shqipe. Ai ka marrë pjesë edhe në panairin e librit në Tiranë, ndërsa për herë të parë ka qenë në Korçë në këtë bashkëbisedim me studentët e Universitetit Fanoli.